Zëri që sapo dëgjuat është i Egzan Zhegrovës, sekretari të vetëvendosis në Obiliq, njëherë është një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të deputetit të kësaj partije Halil Thaqit, që tash garon në balotazh për këtë komunë. Aty, në bisedë me një person tjetër, Zhegrova tregon gatishmërinë e Halil Thaqit për të intervenuar në një proces të skajshëm nepotizmi ku bëhet fjalë për 500 persona. Ja dëgjojeni. Në përfaqësi kemi kasë ardhënë dashim vjen për shkak të nacionit. Jekin do drime sa shën djerve të ri, i dha zar ja binakni nai. Çfarë tani le vetë tonë vull kur të intervenu për tonë pa biçit nei. Sipas sinjalizuesit që këtë audio e ka dërguar në adresë të Vox Kosovës, bëhet fjalë për ndërhyrje në Korporatën Energjetike të Kosovës, pra ndërrime të vendeve të punës të militantëve të pushtetit e premtime për lirim të 500 vendeve të reja. Por këto mbetet i hetoj e vërtetoj prokuroria. Egzan Zhegrova, Vox Kosovës i tha se s'po e di se për çka e ka pasur fjalën në bisedë, por e mohon që të ketë ndërhyrë ndonjëherë në punësime në Korporatën Energjetike të Kosovës. Sens për kuptoj që atë. Veç, kemë menaxhment i kiku dhe ne. A vëde, aty sene, aty ndrime dhe vene punë e bënë menaxhment nuk jam më po janë shumë keq, a vëde, pos me diu po që ka lodhë, që ose më ka kërku dikur ndim diçka në pëmujt, për shamull, diçka, po ju si me thonë diçka, me manipulime s'kohë, të manipulime se vene dhe punët menaxhment i ndrënë, si ndrëjone, si menaxhment i kiku dhe ne. Barën nga vetja e heq edhe vet Halil Thaqi. Ndonë se përmendet nga bashkëpunëtori i tij i ngushtë, ai thotë se s'merr përgjegjësi se çka flasin njerëzit mes vete. Siç kupton Vox Kosova, këto biseda lidhen me skandalin e diplomave të falsifikuara për punësimet në KEK, ku janë të përfshirë Halil Thaqi dhe Egzan Zhegrova. Thaqi e Zhegrova konkretisht dyshohet se dërguan njerëz të falsifikojnë diplomat që më pas t'u amundsojnë punësimin në këtë ndërmarrje publike. Vox Kosova ka biseduar me 2 prej tyre, Reshat Mjekiqin e Cen Krasniqin. Ata e konfirmuan se dhan para për t'i falsifikuar diplomat, sepse ju premtua që do të fitojnë një vend pune në KEK. Por kështu nuk ndodhi. Lërë që prokuroria e mori vesh për këtë punë dhe nisi hetimet, por ata as nuk u punësuan ashtu siç ju premtua, sepse duket se gjithçka ishte një skemë e madhe mashtrimi për të siguruar vota në prag zgjedhjesh. Ja bisedat me ta. Po e vërtetë është që unë ju mashtru për diplom. Ju mashtru prej kandidatit tash që është Halil Thaqi i vetëvendosit, Berat Gashi dhe Egzan Zhegrova të këtyne treve. E çka ka ndodhur realisht? Ka ndodhur që mund kanë thonë që e bojmë një diplom me korrespondencë, po ishtë një me të shpejtën që po ishin pej shtatorit në qeshore. Me të shpejtën, edhe unë e kom thonë që e boj, se kom pas nevojë se jam nga kekut në punë. Edhe kur më kam thirrë mrena 5-6 dite, tu ka bo diploma, 650 euro mi kanë lypë. Edhe është me i bërq për aty pare, ku me marë, edhe më kanë thonë që e ki sigur që është shumë marginal. Unë e kam edhe të notarizune të noterit diplomet. Po. Edhe i kom vazhdu në të procedurat e mija, kur e kom pa emnin që im ka falë në gazetë, që unë jam krye familjar, jam të merrua. E pse ju kanë thonë këta që kanë me ju punësu në Korporatën Energjetike, cila është lidhja juaj me ta? Lidhja me kur që është me ta, i cen. Nuk e kam bashkë kur gjo. Veç na kanë thirë këta, për ja ki për këta kanë posë për shkëmbim vota, për kur gjë tjetër. A keni dhënë deklarat në organet e drejtësisë? Po, kom dhënë deklarat, në ja që shtirët të ma ola ma djerve ja. Vallaj që shtu në ka thotë që kemi në të shujna me provime të akrim që drejtim, kemi punësu kek, edhe në fond pa jo që diploma dhe shana e porë se të akrytëm edhe që ke procedurë po, shumë e shpejt. Kush ju ka premtu? Egzan Zhegrova. E Halil Thaqi ka qenë i përfshim? Po. Do më thonë ata ju kanë... Halil Thaqi ko e rëndu shkët të filojës të krymë punë. A i të kuptu? Por që ma shumë, nuk më një gjithë, da pjollë kërkujnë, apo këpëtën, veç që ka realiteti për të ka zëne. Halil Thaqi nuk ka më përgjithë, ka shkët të egzori se egzori krymë punë.
Ju i keni qu, do më thonë, i keni qu për falsifikim, keni pagu pare, sa i keni pagu jo? 1000 euro. I keni falsifiku diplomat, pastaj nuk ju kanë marrë në vendin e punës. Jo. Prokuroria e Prishtinës tha se këtë çështje se ka në kompetencë, ajo speciale nuk na dha përgjigje. Ndonse Vox Kosova ju zyrtarisht merr vesh se kjo skem po hetohet nga organi i akuzës. Paramendojeni, një kandidat për kryetar komune mashtron qytetarët, i detyron ata të bëjnë diploma fals, t'i paguajnë ato diploma e më pas i lë të mashtruar në rrugë. Reshat Mjekiqi, një nga të mashtruarit në këtë skem, ka konfirmuar se tashmë ai është intervistuar nga organet. Nëse prokuroria konfirmon dyshimet, ky rast do të përbënte një mekanizëm mashtrimi që nuk është dëgjuar më parë, veçanërisht kur përfshihet një figurë që aktualisht është deputet e po kërkon të udhëheqë një komunë.